Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Sot buke me limon, receta që po e çmon të gjithë dhe nuk ngeli njëri pa e provuar. A e keni ditur për fitimin që sjell konsumi i limonit me sodën e bukës? Mendohet se kombinimi i të dyjave është shumë efektiv për të ulur gjelizat e këqija dhe që t'i zhduk ato. Pra, sot ne do t'ju tregojmë se si ju të përfitoni nga kombinimi i këtyre dy përbërësve. Në këtë pije nuk ekziston rreziku i efekteve anësore. Gjithashtu, këta dy përbërës mund të bëjnë ndryshime të mëdha pozitive në shëndetin dhe në trupin tuaj. Përfitimet e konsumimit të sodës së bukës së bashku me limonin. Alkalizimi i trupit. Përzierja e limonit dhe bikarbonatit të natriumit bën të mundur alkalizimin e organizmit. Kjo gjithashtu ndihmon për të luftuar acidozën e cila mund të ndodhë kur veshkat tuaja nuk heqin mjaftueshëm acid nga trupi ose nga ana tjetër edhe kur trupi juaj prodhon shumë acid. Prandaj është një ilaç i shkëlqyeshëm për veshkat, lehtëson gjithashtu punën e tyre dhe ndihmon në çelmimin e trupit dhe djegjen e djamit. Ndihmon gjithashtu në sistemin tuaj të tretjes. Ju tashmë e dini se limoni ndihmon në sistemin ton të tretjes. Pak sot buke ndikon shumë pozitivisht në sistemin ton të tretjes dhe e bën të funksionojë më mirë. Është antiacid i mirë që lufton edhe fryrjen, pastron mëlçinë dhe rrit energjinë. Ky ilaç i mahniqëm mund të pastrojë mëlçinë dhe gjithashtu mund të jap trupit tuaj një dozë të mirë të vitaminës C, kaliumit dhe antioksidantëve. Pra, mos harroni që ta filloni ditën tuaj me këtë ilaç, do të ndiheni të freskuar dhe njëkohësisht plot energji gjatë gjithë ditës. Gjithashtu, kjo përzierje ndikon në uljen e nivelit të kolesterolit të keq dhe gjithashtu përmirëson shëndetin tuaj kardiovaskular. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një lugë gjelle me sodë buke, një gotë ujë dhe lëngun e një gjysmë limoni. Përgatitja: në një gotë me ujë e hidhni një lugë të sodës së bukës dhe e përzini mirë, pastaj nga gjysma e limonit të shtrydhni gjithë lëngun në gotën me ujë dhe sodë buke. Është e rëndësishme që kjo të pihet me stomakun bosh dhe të përsëritet për një javë. Pas një jave duhet të pushohet për 2 javë të tëra dhe pastaj mund të përsëritet sërish i njëjti cikël. Aciditeti i limonit mund të jetë ndoshta i dëmshëm në qoftë se teprohet me të. Për këtë arsye, ju duhet të ndiqni këshillat e përshkruara nga mjekët. Është e rëndësishme që kjo pije nuk ka efekte anësore dhe përveç përfitimeve të përmendura, mendohet se mund të trajtojë edhe një sër problemesh të tjera. Kur konsumohet në doza të përditshme, soda e bukës gjithashtu rregullon strukturën kimike të organizmit dhe gjithashtu përshpejton shërimin e tij. Soda e bukës është një përbërës i cili nuk duhet të mungojë kurrë në kuzhinë apo në frigorifer. Përveç përdorimit tradicional, të paktën janë ata që e dinë se soda e bukës ka vlera terapeutike. Soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi i cili reagon menjëherë sapo bie në kontakt me substanca acidike si uthulla apo kosi. Gjithashtu, pirja e ujit me sodë buke është një traditë e lashtë e cila rekomandohej kundër sëmundjeve si artriti, problemet me tretjen, urthi apo infeksionet, kur konsumohet në doza të përshtatshme. Soda e bukës rregullon strukturën kimike të organizmit dhe përshpejton shërimin e tij. Soda e bukës kundër urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminon dhimbjen e urthit. Bulzat e ujit gjithashtu ndihmojnë në çlirimin e gazdrave dhe largojnë fryrjet. pH-i dhe shërimi.
Aciditeti i tepërt në organizëm gjithashtu nxit shfaqjen e shumë sëmundjeve si osteoporoza, sëmundjet e këqija dhe njëkohësisht artriti. Gjithashtu duhet të dini se pirja e ujit me sodë buke balancon pH-in dhe promovon mirëqenien apo ushqen trupin tuaj me energji. Kundër inflamacionit. Inflamacioni i kyçeve shkakton shumë dhimbje. Toniku me sodë buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik në urinë dhe po ashtu shërben kundër infeksioneve urinare. Uji, lëngu i boronicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomendohen jashtëzakonisht kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës gjithashtu ul nivelin e aciditetit në urinë, më shumë energji dhe gjallëri. Nëse kryeni aktivitete fizike, atëherë ju me patjetër keni nevojë për energji të cilën ju mund ta merrni duke përzier 4 gota me ujë me gjysmë lugë çaj me sodë buke, 1 lugë çaj me krip deti, 2 lugë gjelle me mjalt dhe 1 lugë gjelle me lëng limoni. Uji me sodën e bukës gjithashtu së bashku me limonin shërbejnë si një tonik i cili përbën një kurë të mrekullueshme. Limoni është shumë i fuqishëm kundër baktereve dhe mikrobeve. Ai ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut, lufton stresin dhe parandalon sëmundjet e këqija. Soda e bukës ekuilibron nivelet e pH-it që e bën të pamundur progresin e sëmundjeve. Për të përgatitur një lëng të tillë përzieni 1 lugë gjelle me sodë buke, 1 gotë me ujë dhe lëngun e 1 limoni. Lëreni lëngun të qëndrojë gjatë natës dhe pijeni atë në mëngjes përpara se ju të hani ushqim. Ky tonik gjithashtu do të pastrojë sistemin tuaj tretës dhe ndërkohë, nga ana tjetër, para se ju të hani ushqimin, përdoreni këtë recetë natyrale sepse do të keni përfitime të jashtëzakonshme për shëndetin. Sipas ekspertëve, ja çfarë duhet të keni kujdes. Soda e bukës gjithashtu përmban shumë sodium, ndaj nuk duhet që ta teproni me të. Gjithashtu duhet të keni parasysh se nëse ju vuani nga sëmundjet e mëlçisë, veshkave, tensioni i gjakut apo edema, atëherë ju nuk duhet që të pini ujë me sodë buke, sepse përndryshe ju do të keni probleme shëndetësore. Gjithashtu edhe fëmijët nuk duhet të pinë kurrësesi ujë me sodë buke. Nëse pini ilaçe, mos pini ujë me sodë buke. Mos e pini nëse jeni me stomakun plot. Ky lëng do ju bëjë të ndiheni më të etur. Përveç kësaj, soda e bukës mund të përdoret edhe për një lëkurë të butë. Hidhni pak sodë buke dhe shampo trupi në ujë dhe masazhoni duart dhe këmbët. Më pas lajni me ujë të bollshëm dhe do të zbuloni sa e butë është bërë lëkura. Do të keni gojë më të freskët. Hidhni 1 lugë çaj me sodë buke në 1 gotë me ujë. Pasi soda të jetë shkrirë, bëni gargar për të hequr bakteret dhe njëkohësisht erën e keqe të gojës. Gargarën ju duhet që ta bëni pothuajse çdo ditë. Gjithashtu, flokë të shëndetshëm. Shampo tradicionale janë të pasur me kimikal të ndryshëm të cilët prishin balancën e skalpit dhe dobësojnë flokun tuaj. Një herë në muaj përdorni sodë buke për të ruajtur shëndetin tuaj të flokëve. Dhëmb të bardhë. Nëse sodën e bukës e përzieni me ujë të oksigjenuar, ju do të përfitoni një masë të fortë të zbardhuese për dhëmbët. Përdoreni këtë masë një herë në javë për të shmangur kështu dëmtimet e mishrave të dhëmbëve. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.